Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në konferencën zyrtare për mediat të kombëtare shqiptare në prag të ndeshjes Shqipëri-Gjeorgji që do të luhet nesër, e vlefshme për Nations League, duke nisur nga ora 20:45 këtu në stadiumin Air Albania. Ne jemi me trajnerin Silvinjo dhe me mesfueshorin Kristian Aslani, i cili do të përgjigjen pyetjet tuaja. Duke qenë se ka shumë gazetarë në sallë, do të keni drejt për vetëm një pyetje. Ne do ta nisim si zakonisht me futbollistin. Dhe pasi të kenë përfunduar pyetjet për futbollistin, do ta lëmë Klier të bashkohet skuadrës dhe më pas do të vijojmë me trajnerin. E fillojmë me një herë me pyetje për Aslanin, Erion Todhe, TV Klan. Mirëmbrëma Aslani, Gjeorgjia vjen nga një fitore e madhe 4-1 me Çekin, po edhe ne vim nga një fitore me përmbysje me Ukrainën, me një lojë jashtëzakonisht shumë të mirë, por ky moral i lartë që neve na vjen natyrshëm nga kjo fitore, a mos ndoshta na fut në një kurth, në një ndeshje përballë Gjeorgjisë, që ka treguar edhe ajo një entuziazëm dhe një atmosferë dhe një futboll shumë bukur në Europian? Mirëmbrëma. Jo, të dy skuadrat vijnë nga një fitore. Ata kanë bërë një rezultat shumë të thellë me një ekip të fortë si Çekia, por besoj se ne du ta respektojmë kundërshtarin ton, por nuk du të kemi frikë se jemi të lumtur që i kemi gjithë tifozat në stadium, se biletat kanë marrur. I falenderojmë edhe siç thash, Gjeorgjia është një ekip shumë i madh, tani po rritet, e kemi parë në Europian dhe tani, edhe jemi stërvitur mirë. Ndeshjen me Ukrainën du të harrojmë se ka ikur, edhe do të vazhdojmë të menojmë këtë ekip që besoj se mund të bëjmë pikë edhe shpresojmë t'i bëjmë. Jurgen Zela, po? Aslani, duke qenë se mes fushat paktën në epokën e Silvinjos ka qenë e konsoliduar, kemi pasur 4 emra të cilët kanë qenë gjatë gjithë kohës prezent, ju, Ramadani, Bajrami dhe Laçi. Besoni se në një farë mënyrë është krijuar ai uniteti i dur për të përballuar çfarë do lloj kundërshtari përfshir këtu dhe Gjeorgji në ndeshjen e radhës? Po, sigurisht, po kjo nuk do me thotë jo se jemi shumë mes fushora. Gjithë e dim punën që kemi për të bërë ku jemi fushë. Po, është e vërtet që kemi luajtur sidomos unë dhe Ramadani, por unë gjinem mirë me gjithë futbollistat që kam, edhe objektivi jonë është skuadra, edhe do menojmë vetëm të bëjmë pikë dhe të fitojmë për kombëtaren, për tifozat edhe për gjithë ne shqiptarët. Aslani, përshëndetje. Eron Skaço, RTS Sport. Je aktivizuar shumë herë edhe në aspektin defensiv mes fushës, por edhe në trekëndshën lart mes fushës. Ndihesh më mirë kur krijon apo duke nisur si digje mes fushës përpara mbrojtjes? Unë them drejtën, kam luajtur sa herë para mbrojtjes. Është roli im që shtojnë Shqipëri 6, por këtu bëj një rol tjetër, luaj çik më para se ose Ramadani që luan para mbrojtjes, ka luajtur shumë herë ai. Por kjo gjë nuk do me thotë jo, unë besoj se jam rritur dhe në fazë defensive, por objektivi im është të punoj për ekipin, të jap sa më shumë, edhe pastaj është normale që tani futbolli është do të vraposh, është bërë shumë fizikë, edhe do t'i bësh të dyja fazat se është e rëndësishme. Kristi? Po, Kristi Atlari, Panorama Sport. Aslani, keni debutuar si titullar me Gjeorgjin në Air Albania para 2 vitesh, nuk e di sa mban mend atë ndeshje, tashmë 2 vite më vonë, e prisje këtë rrugëtim në aspektin personal në karrierë? Jo, nuk e prisja, se kanë kaluar 2 vite, por besoj se ky vit i fundit ka qenë shumë i mirë për Shqipërinë, për gjithë shqiptarët, se kemi luajtur një Europian, besoj se kemi bërë mirë, e kemi rrit nivelin e Shqipërisë, por siç thash, do të harrojmë dhe këtë Europian, dhe janë këto ndeshjet, kemi një grup shumë të fortë tani, edhe do të arrisim akoma më shumë, se e dim ne çfarë është objektivi jon tani. Luciana? Luciana Tllaku, Ora News. Kristian, u përhap shumë në media gjesti që bëre me Rej Manaj për të bërë goditjen e dënimit kush e kush do ta gjuaj. Çfarë diskutova me Rejin pas ndeshjes? Nëse mund ta anticiposh diçka. Jo, unë dhe Rej jemi shumë shokë, kemi tallur shumë por atë aksion që është bërë, po ato gjëra të ngelin fushë, se jemi futbollista, jemi profesionista. Unë i kërkova falje se gjithë bëjmë gabime, doja ta gjyja unë, do ta gjynte edhe ai, po është normale se gjithë do të bëjmë gola, po gjithë do të bëjmë na gjë të mirë në fushë. Por s'ka problem, Rej gjyti këtë goditjen, fitum ndeshjen dhe nuk është ky problemi, se
Ai është një sulmues, e di që janë gjithë sulmuesa do të bëjnë gol, kishte bërë një super ndeshje, edhe kjo gjëra tani e kemi harruar dhe mendojmë për ndeshjen që kemi nesër. Kristian Erald Kodheli nga Dysjenen. Fole pak që e keni të qartë vështirësinë e grupit, por mbi të gjitha e keni të qartë objektivat e grupit. Të gjithë edhe tifozët, edhe ne që jemi këtu e dim se kjo është një mundësi shumë e mirë për të prerë një bilet për në kampionatin botror. Dhe është e pashmangshme që ta mendosh edhe këtë si mundësi. Për më tepër që kampionati botror pjesëmarrja në fazën finale i mungon kombëtarës. Është realisht e arritshme dhe është ky objektivi për cilin po flisi. Po normale, është ai objektivi, por siç thash, kemi një grup shumë të fortë sepse kemi Ukrainën që lutem, është një skuadër shumë fizike, shumë e mirë, luan një futboll të bukur. Nesër na vjen ke shtëpia jon një skuadër që tani besoj se siç thash më parë po rritet edhe po luan një futboll të bukur. Pastaj mungon Çekia që kemi lutur edhe këtu në Albania, kemi lutur edhe jashtë, një skuadër e fortë dhe ajo shumë fizikisht e mirë. Edhe objektivi jonë është ai të arrim atij ku thetia se gjithë e dim, por do shikojmë ndeshje për ndeshje nesër, jemi shumë të fokusuar për ndeshje me Gjergjin. Aslani, me pozicionin kombëtare duket sikur jeni më i lirshëm në veprimet tuaja dhe e provoni më shumë pasimin e gjatë që e keni shumë të mirë me të dyja këmbët. A i shikon Simone Inzaghi ndeshjet tuaja tek Shqipëria që të provojë diçka të ngjashme edhe tek Interi, jo gjithmonë aty para mbrojtjes? Jo, këto nuk i di, po sigurisht që trajneri që kam atje i shikon ndeshjet, por unë ati kam vajtë si, mund të them, vice Marcelo Brozovic, që ishte vetëm Brozovic përpara, edhe unë kam bërë sera atë rol gjithmonë, vetëm këtu po bëj këtë rol që si shte ti jam pak më i lirë në fushtë, shkoj shumë më para, edhe mund të krijoj shumë raste për gol dhe me asis dhe me gola, edhe kjo është objektivim ku vi këtu, se du të animoj skuadrën, se ku loza fer portes, është më e thjesht për mua të bëjnë gjë. Por deri tani s'kan ardhur shumë gola dhe shpresoj të vinë. Kristian, përshëndetje. Ernest Koçi nga Report TV. Çfarë do të gëzonte më shumë, një gol 3 pikësh i Kristian Aslanit me penallti apo një gol 3 pikësh i Rejmanait me goditje dënimi? Një gol 3 pikësh i Rejmanait me goditje dënimi. Pyetje nga media gjeorgjane. Questions for the player, right? Okay. Hello. You play in Italian Serie A, last time in Napoli, now in Inter Milan. You know very well Khoucha Kvaratskhelia. He won the prize for best player in the season, and you know very well him. What can you say about him and how your team planning to play against him and the full national team of Georgia? Ti luan me Inter në Serie A, besoj se e njeh si lojtar Gvaran, lojtarin e Napolit, ai u shpall dhe lojtari më i mirë i sezonit të kaluar. Ç'mund të thuash për të si lojtar edhe në përgjithësi për gjithë ekipin e Gjergjisë? Jo, siç thash, për ekipin gjergjan është një ekip në rritje, e kemi parë dhe në Europianë që ka bërë gjëra shumë të mira. Edhe mund të flas për Kvaratskhelien, kam luajtur kundra, është një lojtar shumë i fortë, kjo nuk diskutohet. Po lun ka besoj 2-3 vjetë ke Napoli që po bon shumë mirë Serie A, që është një kampionat shumë i vështirë. Sigurisht ta respektojmë, edhe du të kemi kujdes për atë lojtar, se du të rinë besoj 2 vete nga i sepse është i fortë, dhe Gjergjia është një ekip shumë i fortë kundër sulm, edhe ne du të jemi shumë, du të rinë shumë me kujdes. Georgia is a team that is growing recently. They have done very great at the Euros. Also, I have played against this player, Gvara. He's a very strong player. He's doing very well in the Serie A. We respect him a lot. Probably we're going to have to be 2 or 3 people to keep an eye on him. But we respect the whole team, and I think we're going to do great. Hello. Saba Sapanadze, Geo team. I have a question with head coach. 2 years ago was when... it's play. Okay. S'ka më për... Okej, mirë atëherë. Duhet ta lëm Kristianin të lirë. Faleminderit Kristian, dhe ne do të vazhdojmë me trajnerin. Po,
Rion Todhe, TV Klan. Mister, sigurisht që kemi bërë një performansë mirë me Ukrainën, po tashmë Gjergjia ndryshon si natyrë, ndryshon si ritëm loje, plus që edhe ata duke na parë ndeshjen tonë me Ukrainën, ndoshta e kanë mësuar diçka nga ne. Ju e keni vlerësuar më parë dy skuadrat si dy skuadra shumë të forta, por tashmë cili është vlerësimi juaj dhe cila është shpresa? Ju nuk thoni asnjëherë që do marrim maksimumin, po do futemi për të fituar. Precedenti. Io l'ho detto che questo è un girone molto equilibrato, succederà di tutto. Ucraina è forte, Repubblica Ceca è molto forte, Georgia domani, se qualcuno non ha visto, preparati perché è una squadra molto organizzata, molto fisica, con molta qualità tecnica. C'è un bel lavoro di suoi allenatori indietro, una squadra tosta. Secondo me si prepara, tutti, come l'ho detto, allenatori preparano una gara per vincere. Loro si preparano per vincere, anche noi. Dopo, se non vinci, pareggia. Chi non si prepara, da perdere. Ma io penso che domani ci sarà una bellissima gara. L'estate è pieno, loro sono una bellissima squadra, ripeto che è molto organizzata, forte, tosta. Noi dobbiamo veramente andare 100 all'ora se vogliamo veramente fare una bella prestazione, sarà importante. Do mundohemi të bëjmë përfaqësim shumë të mirë, kjo është një nga gjërat më të rëndësishme. E kam thënë që në fillim që ky është një grup shumë i ekuilibruar, edhe mund të ndodhë çdo gjë. Ukraina është një ekip shumë i fortë, ne e pam, Çekia po ashtu është një skuadër e fortë, Gjergjia është një ekip shumë i organizuar, shumë fizike dhe me shumë cilësi të larta teknike, dhe trajneri pas saj ka bërë një punë shumë të mirë me ekipin në kohët e fundit. Çdo trajner përgatit ndeshjen për ta fituar, dhe nuk arrin dot të fitojë, të paktën do të marrë barazimin, edhe nëse nuk e përgatit siç duhet, mund ta humbas ndeshjen. Mendoj që do jetë një ndeshje shumë e bukur. Stadiumi është i shitur komplet, do jetë full me tifoz. Gjergjia, siç e kam thënë më përpara, është një skuadër shumë e fortë. Ne do duam të përfaqësojmë sa më mirë njerëzit edhe kombin në ndeshjen e nesërme. Mister, duke qenë se Gjergjia bën një lojë, siç e thatë edhe ju, shumë të shpejtë, ka shumë cilësi, ndërkohë në krahun tjetër në ndeshjen me Ukrainën bëhet vetëm 2 zëvendësime. Shumë pak kohë në dispozicion, një seancë servitore atje dhe më pas në Tiranë. Nuk e di sa e vështirë do të jetë interpretimi nga ana e lojtarëve tuaj, duke qenë se bëhet vetëm 2 lëvizje, është mungesa e alternativave në dispozicionin tuaj, apo ka diçka tjetër që i keni marrë masat për këtë sfidë? Perfetto. Quanto riguarda la gara precedente, tu puoi fare 5 cambi, puoi fare 2 cambi. Io ho visto che la squadra stava benissimo in campo, poi è arrivato lì il momento di fare 2 cambi. Non so se un po' quella la domanda anche della partita precedente, giusto? We are talking about the last game even, right? Poi io penso che chiedevano 2 cambi importanti per noi. Hoxha c'è un calciatore di forza, di impostazione fisica, un calciatore che è potente, anche Medon Berisha al centrocampo, perché là c'era veramente molto stanco. Per domani ancora non sappiamo. È vero che della prima gara alla seconda il tempo di recupero per tutti, per noi e anche per loro, per tutti, è molto corto, non è facile. Oggi, per esempio, facciamo praticamente il primo allenamento dopo di rientrare di Praga. Dobbiamo vedere come sono il
calciatori, anche domani mattina abbiamo un piccolo risveglio muscolare nella città sportiva, vediamo, domani dopo pranzo decidiamo tutti insieme con gli staff, certamente con i calciatori. Përgjatë një ndeshje ti mund të bësh 5 ose 2 ndryshime në varësi të situatave. Skuadra ishte mirë në fushë e vendosur për ndeshjen me Ukrainën, kështu që në momentin që atëherë duhej që të bëheshin disa rifreskime, u bën ndryshimet. Hoxha sepse sjell më shumë, është një lojtar potent edhe fizikisht mund t'i japi ekipit, ndërkohë që Berisha si mes fushor mund të zëvendësote Laçin, i cili ishte paksa më i lodhur në atë kohë. Është kohë shumë e vogël për të rikuperuar për lojtarët dhe sigurisht që është e vështirë, por ne kemi bërë sot do jetë stërvitja e parë pas udhëtimit nga Praga. Nesër do të bëjmë edhe një lloj zgjimi muskular, le të themi, me ekipin dhe gjithë stafi teknik dhe ne do të vendosim se cilët janë lojtarët e duhur për të performuar mirë në fushë. Enos Karço. Mister, përshëndetje. Dyshoj që do prisni deri stërvitjen e ndeshjes për të vendosur formacionin, por duke qenë se një fitore 1-2 me përmbysjen transfer të shumë më impenjative se një 4-1 si ajo e Gjeorgjis dhe lodhja fizike do të ndihet ndoshta shumë më tepër tek futbollistët tanë, do të insistosh me të njëjtin formacion apo ke në plan alternativat për ta rifreskuar në një farë mënyrë skuadrën, apo do të vazhdosh të guxosh me 11 tashmë të stabilizuar të formacionit Silvinjo? Precedente, più o meno la risposta anteriore, in senso dobbiamo vedere i calciatori, è veramente, ragazzi, il tempo è corto per noi e per tutti, giusto, ma è poco tempo, rientrano di una trasferta, ieri praticamente non abbiamo stato al campo poco, io oggi da vedere come sono i calciatori, da parlare, da sentire, da vedere un po' l'allenamento. Ma certamente che abbiamo 23 calciatori, tanti di loro in grado di andare al campo, quello non è un problema. Se noi capiamo che un calciatore non ha fatto un recupero 100% o che dobbiamo fare un cambio perché è un cambio tattico, la facciamo, non è un problema, ma ripeto che oggi ancora è presto, dobbiamo sviluppare quello e prendere una bella scelta domani, dopo pranzo. E njëta përgjigje paka shumë si pyetja e kaluar. Do të shohim gjendjen fizike të lojtarëve, është një kohë shumë e vogël për të rikuperuar sepse sapo jemi rikthyer nga transferta dhe sot do të shohim në stërvitjen e parë se si është gjendja e lojtarëve, do të flasim me ta, do t'i stërvisim. Kemi 23 lojtarë të gatshëm, të gjithë janë në gjendje të mirë fizike, por nëse një lojtar nuk është rikuperuar mjaftueshëm në këto ditë apo do të na duhet të bëjmë një ndryshim taktik, sigurisht që do të vendoset, por është akoma shumë herët, ndoshta nesër pas drekës do të kemi një pamje pak më të qartë. Po, mister, përshëndetje. Që prej ndeshjes në Kroacin shohim që Bajrami po luan në krah, është postuar në krah. Edhe me Ukrainën e rinisi aty. Thjesht pyetja është e qartë, pse ky ndryshim kur në kualifikuese ka luajtur si 10 dhe në krah është alternuar mes Seferi dhe Uzuni? Bravo, ma precedente, tu segui le nazionali, è uno che ha visto tutto. Il nostro percorso è vero, da 1 anno e mezzo, 10 secondi è quello. Iniziamo in Varsovia con Bologna, era un 4-3-3, Usuni in quel momento è vero, era un esterno, dopo abbiamo deciso che anche lui viene adesso con noi come un punta, un attaccante, abbiamo detto. Quanto riguarda Bajrami, lui ha iniziato fuori, rientra e fa la prima gara contro Moldova a casa, spacca, fa benissimo e dopo rimane lì. All'Europeo decidiamo anche dopo i 2 amichevoli che abbiamo fatto a marzo a rifare un po' e abbiamo fatto un 4-3-3. Questa è una squadra che è pronta, c'è calciatori per fare 4-3-3, 4-2-3-1 e anche un 4-4-2, è pronta, decidiamo noi. Perché la caratteristica dei calciatori è lì.
non è un problema. I Bairami per esempio è uno che può fare fuori e anche non so se ho visto, ma la ultima gara con Ucraina lui era l'esterno di sinistra ma entrava tanto dentro del campo perché lui ha bisogno di spazio. E lui può fare tutte e due, è un ibrido, diciamo così. Decidiamo domani e queste sono 2 o 3 possibilità che abbiamo già della squadra, non da provare niente, che la squadra già sa come deve giocare. Prej një viti e gjysmë që kur kemi bërë ndeshjet me kombëtarët, kemi filluar në Poloni në Varshavë me skemën 4-3-3. Uzuni në ato kohë ka luajtur si sulmues krahu, ndërkohë që tashmë në listë kemi thirrur si sulmues qendror. Paka shumë diçka e ngjashme ka ndodhur dhe me Bajramin, i cili ka luajtur në krah, por me kalimin e kohës është transferuar pak më tepër në qendër. Gjatë 2 miqësoreve të marsit e kemi nisur me skemën 4-3-3, e cila më pas është transformuar pas here në skemën 4-2-3-1, por që mund të bëhet edhe 4-2-2-2 sepse kemi kuptuar që kështu funksionon shpesh herë. Por do të vendoset në varësi të karakteristikave të gjithë lojtarëve dhe të gjendjes fizike që kanë lojtarët. Bajrami është një lojtar i cili ka nevojë për hapësirë, prandaj dhe mund të jetë më fleksibël për të ndryshuar pozicione, por do ta vendosim sepse ne kemi tashmë 2 ose 3 mundësi se si lojtarët mund të luajnë. Pra nuk është se po bëjmë më prova, por i kemi 2-3 mundësi që e dim që funksionojnë dhe thjesht do të vendoset pas stërvitjes. Mjesër luajmë dhe Gjeorgjisë në stadiumin tonë, në fushën tonë, aty ku e kemi kthyer edhe një fortesë, sepse prej afro 2 vjetësh nuk posojmë as gol në ndeshjet që luajmë në shtëpi. Është një statistikë e rëndësishme, por ndoshta nuk mendoj që është më e rëndësishme për parandeshës, sepse me Gjeorgjin do të blende fitoria pavarësisht nëse ekipi do ta prishte këtë curi shumë mirë, sidomos në fazën defensive. Si do e bleftoni? Ma io penso che quello ci sta un bel lavoro che si sta facendo, ma tutto gli staff, ma lasci stare, è importante che i calciatori riescono a capire e portano al campo la intensità di lavoro. Nel possesso palla e no possesso palla, il calcio è molto veloce, tutto si spende troppa energia così, già da tanti anni. I calciatori devono capire, si deve impegnare, cioè, deve andare la parte offensiva ma anche la difensiva, perché sennò l'avversario ti ammazza. E così io mi ricordo una frase già da un anno, non mi ricordo, il grandissimo Klopp diceva: unless you are Messi, you don't need to come back to defend. È bellissima la frase, un allenatore strepitoso, è così, il calcio è tutto veloce. Da dire tutto quello che noi veramente siamo lì, siamo una squadra che si difendono bene, a casa anche molto bene. Ha da dire anche che dall'altra parte domani, ragazzi, ripeto, c'è una squadra molto organizzata, un allenatore che si vede che prende cura di tutto, parte offensiva, parte difensiva, calcio di piazzati, cambio. Ha fatto un europeo bellissimo, ha fatto ottavi di finale contro in Spagna. Poi domani usciamo a giocare contro una bellissima squadra. Siamo lì, siamo in gamba da giocare, ma anche loro sono una squadra molto organizzata. Është bërë një punë e mirë nga stafi në këtë kohë. Lojtarët e dinë që duhet të sjellin shumë intensitet, shumë forcë duhet të futen në fushë me shumë intensitet edhe të posedojnë, të zotrojnë topin, sepse futbolli të konsumon shumë energji dhe duhet rikujtoj një shprehje të Klopp, i cili thotë që nëse nuk bën disa gabime nuk ke nevojë të kthehesh për të mbrojtur. Futbolli është i tillë, është shumë i shpejtë. Neve kemi provuar që ne mbrojemi shumë mirë, sidomos në shtëpi, por Gjeorgjia është një ekip shumë i organizuar. Trajneri është një trajner i cili kujdeset për gjitha detajet, duke shkuar për mënyrën se si organizohet loja, për zëvendësimet e tjera. Kanë bërë një europian shumë të mirë, kanë kaluar grupet, kanë luajtur kundër Spanjës, kanë humbur kundër Spanjës pas grupeve. Është një ekip shumë i bukur, shumë i organizuar dhe mendoj se do bëjmë një lojë shumë të bukur me ta. Mister, ditën e sotme
Rozal Blika Kojon. Mister, ditën e sotme në Itali, Kvaratskhelia e kanë krahasuar dhe me Maradonën. Do të kemi masa shtesë për të mbrojtur nga loja ti në nesërme? Ma guarda, precedenti, ma guarda, quanto riguarda la comparazione, e quello non entro. Lo che posso dire è che si tratta di un grandissimo calciatore, veramente, forte fisicamente, tecnicamente molto forte, tutto che fa lui al campo è con un senso calcistico di altissimo livello, infatti la sua carriera è un grandissimo calciatore, ma al di là di lui loro hanno 4-5 calciatori strepitosi. Io non dirò il nome perché mi fa fatica ripetere, ma sono calciatori che ho visto già da un mese che guardiamo, bellissimo calciatore dentro del campo, hanno attaccanti, hanno difensori, anche il quinto che spingono tanto, ma dentro del campo c'è calciatore di un livello tecnico molto buono. Quanto riguarda lui, certamente è un fuoriclasse, sì, è un grandissimo calciatore, è un piacere questa gente al campo, è come una volta abbiamo fatto contro Polonia, aveva lì Lewandowski, Zielinski, ma questi sono calciatori. Anche noi abbiamo calciatori giovani che magari in un futuro possono aggiungere questo livello. Nuk dua të futem në krahasimet e tilla, ai është një lojtar shumë i madh, është shumë fizik, ka teknik shumë të mirë, por Gjorgjia ka edhe 4 ose 5 lojtarë të tjerë që janë fantastik. I kam parë për një muaj, kemi studiuar, ka lojtarë të mirë në sulm, në të gjitha kampet, në fakt në sulm, në mbrojtje. Ai është nuk është një krahasim i duhur, por Gvara është një lojtar klasi. Është kënaqësi edhe për neve që të luajmë kundër tij, njësoj sikur kur kemi luajtur kundër Polonisë dhe kishim Lewandowskin përballë, por edhe ne kemi lojtarë të mirë, të cilët ndoshta në të ardhmen do jenë të atij niveli, do arrin atë nivel të lartë evropian. Enrico Gaba, Euronews Albania. Mister, përpara jush ishte Ylli Sanjol, trajneri i Gjeorgjisë, i cili pohonte në pyetjen që i bëm se nuk kam nevojë ose më saktë nuk duhet flas tani për kundërshtarin tim, por le të fokusohem tek Gjeorgjia. Do doja në fakt se ku e shihni që qëndron më tepër presioni dhe çfarë mund të ketë ndryshuar tek kjo skuadër pas kampionatit evropian. Flasim për Gjeorgjin. Precedente, abbiamo visto Georgia, abbiamo lavorato un mese su Ucraina, Georgia. Georgia è una squadra che del girone di 4 che siamo tutti forti secondo me, Repubblica Ceca, Ucraina, Georgia, Albania, ma loro hanno fatto ottavi di finale, loro hanno andato in avanti. Loro è una squadra molto organizzata, molto forte fisicamente, con calciatori di un livello tecnico importante. Poi è una squadra tosta, difficile. Io che penso è che loro stanno lavorando molto bene. Complimenti ai suoi allenatori, complimenti ai suoi calciatori, alla sua federata. Così anche noi siamo in una bella strada. Abbiamo fatto un europeo, abbiamo cresciuto, abbiamo preso esperienza. Parlo di me, degli staff, dei calciatori, della gente. Domani abbiamo tutto per avere una bellissima gara di gente che vuole crescere, che vuole fare vedere, ripeto che in un stadio pieno, questo a noi è un bel favore, noi abbiamo un bel stadio, bella gente che spinge tanto per noi, ma a Georgia, l'ho detto già una volta, è forte, è una bellissima squadra, complimenti a loro, ma domani 90 minuti si esce, si parte e si gioca. Ne kemi studiuar, kemi parë prej muajsh ekipin siç kishim parë të Ukrainës edhe të Gjeorgjisë. Të tre kundërshtarët e grupit janë shumë të forta, por diferenca mes Gjeorgjisë dhe kundërshtarëve të tjera janë se është se ata gjatë Euro 2024 arritën të dilin nga grupi dhe kanë performuar mirë. Thashë dhe më përpara që Gjeorgjia është një ekip shumë i organizuar, shumë i fortë, ka lojtarë individualisht të cilët kanë teknik shumë të mirë dhe do të jetë një ndeshje e vështirë. Ne po punojmë mirë,
Unë mendoj që ata si ekip janë rritur shumë, doja të jepja komplimenta ekipit, trajnerit të Gjergjis, federatës, kanë bërë një punë shumë të mirë dhe janë duke u rritur si ekip. Gjithashtu të njëjtën gjë mund të them edhe për neve, ne po rritemi shumë, ne, stafi dhe të gjithë njerëzit që punojnë me ekipin. Mendoj që do të bëjmë një ndeshje shumë të mirë, stadiumi, siç e thashë më përpara, do të jetë plot me njerëz të cilët bëjnë tifo pas nesh, na ndjekin vazhdimisht në çdo ndeshje, kështu që në momentin që nis ndeshja janë 90 minuta të cilët duhet të luajnë edhe do të shohim rezultatin. Përshëndetje mister. Dy lojtarë cilët nuk kanë qenë lojtar fiks në Europian si Rej Manej dhe Shazim Laçi ishin ndër më të mirët kundër Ukrainas, po ashtu edhe Ardian Ismaili. Çfarë do të thotë kjo për ju? Ho capito qualcosa, Poi ti ringrazio tanto per la domanda, sei uno, dobbiamo fare un aperitivo con lui. No, ci sta. Fra noi ragazzi, noi siamo vicini e a me mi piace, perché tutto che si costruì, si parla, certamente c'è cose molto particolari dentro, no, ma tante le cose che si può condividere con voi, secondo me ci sta e è buono. Quanto riguarda la domanda, calcio è vita. Vita e opportunità. Io mi ricordo l'ultima volta con Sabina anche, Jimmy 2016 non era nell'Europeo, ma 8 anni dopo, e il calciatore strepitoso, il capitano che fa un Europeo, è vita e calcio, mai è una cosa personale. Mi ricordo l'ultima intervista di grandissimo Carlo Ancelotti, ha detto guarda il calciatore si può incazzare con la posizione degli allenatori, ma personalmente con me no, io sono Carlo, una persona che vuole vivere, sono normale, è giusto, noi purtroppo dobbiamo fare scelta. Sono assolutamente contento con tutti loro, anche all'Europeo, abbiamo fatto un bellissimo Europeo, in senso un gruppo difficile, vai lì, non sei preparato, ti mettono 4 la prima gara, 3 la seconda e 5 la terza. Prendi 10 gol, no, eravamo lì, forte, loro hanno capito tutto, anche c'è un nuovo ciclo in questo momento, si cambia tutto, no, abbiamo fatto bene, adesso dobbiamo migliorare, lì è tutto aperto, un'altra cosa sempre, la federata è la nazionale soprattutto, chiedo scusa, la nazionale è aperta, noi andiamo a vedere tantissimi calciatori, oggi abbiamo un spazio secca, dobbiamo vedere dove è calciatori albanesi, noi dobbiamo vedere, è aperta, vediamo, è vita, e mi piace che i calciatori combattono fra loro per prendere un posto, quello per noi ci arriva sempre il migliore. Më pëlqen që ne kemi krijuar këtë marrëdhënie mes nesh për ne mund diskutojmë, mund ndajmë shumë gjëra bashk, por e kam thënë më kujtua edhe një pyetje e Sabinës gjatë konferencës për shtyp pas ndeshjes me Ukrainën që dhe po flisnim në lidhje me faktin që futbolli është si jeta, edhe jeta mund të shihet edhe pak si një lloj mundësie. Dhe rikthejmë, paralizova shembullin e Gjimshitit, i cili nuk ishte pjesë e listës Euro 2016-s, po më pas rikthehet në 2024-ën si kapiten, lojtar fantastik edhe shumë i rëndësishëm për ekipin. E them edhe një herë që nuk ka asnjë lloj gjëje personale dhe rikujtoj këtu një shprehje të Carlo Ancelottit, i cili thotë që një lojtar mund të mërzitet me mua në lidhje me pozicionin ose vendimet që unë marr si trajner, por nuk ka asgjë personale me mua si Carlo. Ne mendoj që ne kemi bërë një Europian shumë të bukur, kemi pasur një grup shumë të vështirë ku secili nga ato ekipe mund të shënonte 4-3, mund të humbisje me 4 gola në ndeshjen e parë, më pas me 3, më pas me 5, sepse ishin ekipe të tilla, të cilët ishin shumë të vështira, por ne do të shkojmë fort në këtë ndeshje, do të luajmë fort. Unë e shikoj si një lloj cikli të ri që duhet përmirësohet, pra jo si mungesë e aktivizimit të lojtarëve. Kombëtarja, e kam thënë dhe më përpara, është e hapur për gjithë. Tashmë kemi kudo që ka lojtar shqiptar, ne do të jemi pas tyre duke i provuar, duke i vlerësuar.
Tashmë kemi sjell Zekën edhe Spahiun dhe do të shohim edhe lojtarë të tjerë. Mua më pëlqen që lojtarët me njëri tjetrin kanë krijuar, më saktë ju është krijuar ideja që duhet të përmirësohen, që të japin maksimumin në mënyrë që ata të jenë pjesë e formacionit ose e ndeshjes. Hello, Saba Sapanadze, Geo team. 2 years passed after we meet last time with Georgians, you Albanians. This game was finished 0-0 without goals. How coach expect from tomorrow? How type of games? Still closed or open with many attacks? Thank you. Right. She needs to translate in Albania. I have to speak in English, it's true? 2 vite më përpara ne kemi pasur ndeshjen e kaluar me Gjergjin dhe Shqipërinë që ka përfunduar në rezultatin 0-0. Si e shikoni tashmë pas 2 vitesh edhe ç'lloj stili skeme loje do të përdorim në këtë rast? Right. Well, listen, as you said before, it was 2 years ago. Football is too quick. I think the both sides changed a lot. It's very difficult to compare 2 years ago or today, even tomorrow night. I expecting it a great game. It's a difficult game as well. It's really tough. It's a hard game. I told them before they are a strong side. It's going to be really hard, difficult. Good coach, good players. You have no control about the result. You have to work about the match. We are prepared to leave the pitch tomorrow and to do 90 minutes really in a good pace. You're okay, you're right, but you have no idea how about the result. You don't control the result. What I can say to you that it's going to be really a good and great game because they are a strong side. They have a lot of good players, even us. Nuk mund të bëj krahasime me 2 vite më përpara sepse kanë kaluar kohë, futbolli është i shpejtë, të dyja ekipet kanë ndryshuar shumë, por mund të them që do të jetë një ndeshje shumë e fortë. Ata janë një ekip shumë i mirë, shumë i organizuar, kanë një trajner të mirë, kanë lojtarë të mirë individualisht, por nuk mund të flas për një lloj parashikimi të rezultatit. Ne do të futemi në fushë për të bërë 90 minuta, për të pasur një rezultat, një ndeshje të mirë. Nuk mund të parashikoj dot rezultatin, por që besoj se do të jetë një ndeshje e bukur. Pyetja e fundit, last question please. Okay? Hello. Of course you watched the game between Georgia national team and Czech Republic. Did you expect such a game from our national team, and how our team developed and grown after European Championship? And second question, are you think that tomorrow's game will be decisive game in the group for these two teams? Pyetja e parë, besoj se e keni parë ndeshjen e Gjergjisë kundër Republikës Çeke dhe me rezultatin që ka pasur, çfarë mendoni në lidhje me rritjen e ekipit të Gjergjisë, sidomos pas Euro 2024-s, dhe pyetja e dytë është në lidhje me Yes. Yes, as you asked me, so yeah, you watched the game. Yesterday, part of the game, even today. It was a difficult game, as I told them before. The group is really balanced. We don't have one team, one national that you can say now is going to win every single game. It's going to be really hard, difficult for everyone. Czech Republic is very nice, very strong team as well. They know each other because they played so many times the last 6 months. I'm talking about Georgia, Czech Republic. How about the group? I have to be honest. The team that win the game is going to have some advantage in the group, but it's not definitely. Of course not, because it's too difficult. That competition is very hard. You have 3 months, 6 games, 2 each month, so you have no idea what's going on in the future. You have to try to do your best every single match and get some points. To come from November and to have opportunity to go through or to be the first one in the group. That's what I'm thinking about the match from tomorrow.
Po, e kam parë ndeshjen e Gjeorgjisë me Republikën Çeke, ishte një ndeshje goxha e vështirë, por siç e kam thënë më përpara, grupi është shumë i balancuar, nuk është se kemi një ekip i cili mund të luajë dhe mund të fitojë të gjitha ndeshjet. Republika Çeke po ashtu është një ekip i fortë. Republika Çeke dhe Gjeorgjia e njohin shumë mirë njëra tjetrën sepse në vitet e fundit kanë luajtur shumë herë përballë njëra tjetrës. Mendoj që ekipi që fiton sigurisht që ka një lloj avantazhi në vazhdimsi të kompeticionit. Ky është një kompeticion shumë i vështirë, duke qenë se luajmë vetëm për 3 muaj, kemi 6 ndeshje edhe çdo ndeshje që sjell rezultate të mira sigurisht që ta afron pak më tepër edhe të sjell një lloj avantazhi, le të themi. Por deri në nëntor kemi shumë kohë përpara për të parë dhe për të luajtur ndeshje. Mirë, atëherë, jo s'ka gjë, mbyllim sepse jemi për te çdo limiti kohor, kështu që do ta mbyllim tu, trajneri ndërkohë do të bashkohet ekipin stërviti. Ju falenderoj shumë edhe ju uroj gjithë mirat. Thank you very much. He kind of replied also for